Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar një ngjarje që në fakt ka shqetësuar pa mas publikun shqiptar. Po ndodhen për herë të dytë në këtë edicion një lëvizje që banorëve në shtëpinë e Big Brotherit po ju jep shqetësim. Tani në Big Brother VIP Albania, krahasuar me Big Brother VIP Kosovën, është shumë e vështirë të kuptojmë mirë se çfarë po ndodh brenda, sepse banorët nuk reagojnë. Do me thënë nuk flasin. Natën e sonte, Brikena dhe Mateo ishin duke qëndruar në verandë dhe ishin më të afërt se kur me njëri tjetrin. Në fakt, të gjithë ishim entuziast se do të ndodhte përqafimi, se do të ndodhte puthja, se do të ndodhte ledhatimi. Por kjo gjë nuk ndodhi sepse ndodhi një situatë brenda shtëpisë. Gjatë gjithë kohës, brenda në dhomë, Ina dhe Greta kishin një luftë të madhe me njëra tjetrën për situatën që Ina e prishi lojën, do me thënë nuk i respektoi rregullat e vllaut të madh. Dhe Greta i tha disa fjalë që Inën e eskaluan, do me thënë që në dhomë filluan shumë t'i afrohen njëra tjetrës. Greta i tha që ti këtu në këtë shtëpi çdo mashkull të përdorën. Do me thënë ja tha muhabetin në konotacionin e një vajzës, mos ta them në këtë gjuhën, por të një vajzës lavire. Tensioni u rit, të dy gocat filluan të grinden me njëra tjetrën, duke gjuajtur fjalë herë njëra, herë tjetra, dhe nga dhoma e ndenjës shkuan tek kuzhina, nga kuzhina tek dhoma e gjumit, do me thënë ishin përndjekse në një farë mënyre të njëra tjetrës, po përndiqnin njëra tjetrën brenda shtëpisë duke gjuajtur me fjalë, duke goditur me fjalë për faktin që Ina ka prishur lojën dhe ka mbëritur zar fizik, që normalisht Greta ka frikën që mos të del nga shtëpia, do me thënë të bëhet ndonjë kombinim nga vllau i madh që mund të digjen, dhe të dy vajzat dolën në verandë. Dhe pikërisht kamera Big Brother VIP 2 ishte e fokusuar tek Brikena dhe Mateo, teksa Brikena dhe Mateo po flisnin me njëri tjetrin, të gjithë në fakt ishim të pozicionuar të shikojmë përqafimin e tyre. E gjitha kjo, do me thënë, ka ndodhur maksimalisht ora 22. Tani çfarë ndodh? Gjatë kohës kur kamerat ishin të fokusuara tek Brikena dhe Mateo, në anën tjetër, që në kupton, do me thënë, tek tavolina kryesore, tek karigja, të dy gocat siç duket e goditën njëra tjetrën, sepse filloi një zhurmë e madhe tek banorët, filluan banorët që të piskollojnë, të bërtasin, do me thënë duke vrapuar që t'i ndajnë në moment, dhe Mateo dhe Brikena kthyen kokën nga tavolina dhe u shqetësuan pafund. Por normalisht ndërhyrja e vllaut të madh ndaloi menjëherë transmetimin për disa sekonda, derisa, do me thënë, u qetësuan gjërat, derisa vllau i madh ka ndërhyrë. Prej atij momentit, Ina nuk u shfaq më në videot në Instagram apo në YouTube, do me thënë duke komentuar me banorët, duke folur me banorët apo duke biseduar me banorët, por njëkohësisht për një periudhë nuk u shfaq edhe Greta, por e pam Selinën shumë të shqetësuar. Do me thënë dyshimet, edhe pse nuk ka asnjë lloj publikimi nga faqja e Big Brother, normalisht nuk do të mundet që t'i publikon këto gjërat, dyshimet janë shumë të mëdha që sonte në shtëpi janë tensionuar jashtëzakonisht shumë Ina dhe Greta, dhe ka nisur që të kapen me njëra tjetrën. Do me thënë, zënga e tyre, inati i tyre, mlefi i tyre, urrejtja e tyre ka shkuar shumë në personale. Do të shohim nëse do të ketë një video e cila do të transmetohet brenda shtëpisë së Big Brotherit me situatën se çfarë ka ndodhur, do me thënë që ndoshta edhe mund ta ketë goditur Ina Gretën apo Greta Inën, apo mund të jenë kapur për flokësh, do me thënë një diçka ndodhi brenda asaj shtëpie. Dyshimet e para të publikut janë po këto dy gocat, dhe më pas, do me thënë, mund të ketë dhe banorë të tjerë që në fakt po debatonin në atë moment, po grindeshin, ishte Miri që kishte ngritur zërin, ishin dhe banorët e tjerë në fakt që kishin kapur një lloj
një lloj tensioni të madh me njëri tjetrin prej hyrjes së zarfit zi, por Ina dhe Greta ishin më në fokus të kësaj gjës. Unë nuk duaj që banorët ta çojnë lojën në kaq personale, sepse kjo është e tmerrshme dhe është në fakt e frikshme që të ndodhen brenda asaj shtëpie, është e paimagjinueshme, por gjithsesi dua të marr mendimin tuaj si ju e keni parë këtë gjën. Do të thënë, nga ajo që ne kemi arritur të nxjerrim konkluzionin, kemi arritur të kuptojmë që zënka ka ndodhur mes Inës edhe Gretës. Tani, unë e di që Ledioni dhe produksioni nuk do ta nxjerrin këtë si video, pasi që do të thënë ndaluan edhe kamerat, është ndaluar shumë pak në fakt transmetimi, ka qenë punë sekondash derisa u qetësuan gjërat, por mimika e Brikenës edhe Mateos la të kuptohet që brenda shtëpisë së Big Brotherit ndodhi një diçka. Do të thënë gjërat u trazuan. Tani zarfi i zi është i katërti me radhë brenda kësaj shtëpie për 1 muaj e gjysmë. Normal që ka ngritur një tension edhe siklet të madh tek të gjithë banorët, se sa tolerant mund të jetë vllau i madh në këtë rrugtim. Do të thënë ka toleruar Rogertin, ka toleruar banorët e tjerë, ka tërhequr vëmendjen disa herë te Kesi derisa e hoqi në fakt nga shtëpia, por edhe Ina siç duket po luan me një inat të thelluar. Tani unë e shoh që Ina ka filluar të çelën lule, si me thënë këto ditë, është shumë më kokfort, nuk ndjekën asnjë rregull, nuk vazhdon që do të thënë të krijojë ndonjë grup apo të krijojë ndonjë afrimitet, është shumë e ashpër në qëndrimin me banorët, ka po të njëjtin qëndrim që kur ishte me Kesin, do të thënë është e vetme në lojë, ndoshta ka humbur besimin tek banorët dhe ka bërë një lloj matematike, sado që të jem brenda kësaj shtëpie, le të jem vetëm edhe le të tregoj veten time, edhe pse në fakt Selina bëri një lloj lëvizje për ta nxjerrur jashtë, gjë e cila në fakt Ina u tregua më e zgjuar dhe nuk e toleroi Selinën që ta nxjerrën jashtë, por e prishi kritësisht lojën, solli zarf të zi dhe sot është banorja që në fakt ka vënë në rrezik të gjithë shtëpinë. Por mes Gretës edhe Inës pash një lloj urrëtie të thelluar dhe dyshimet e mia, nga ajo që ne jemi munduar që të zbulojmë, domethënë pak e shumë, janë tek zënka e të dy vajzave që e kanë nxjerrë situatën në personale dhe për atë arsye vllau i madh hoqi edhe kamerat. Unë pres në fakt që banori që mund t'i shpëton goja për të treguar një gjë të vogël të këtill, mund të jetë tani ai që mund të tregon një diçka, domethënë në fakt se çfarë ka ndodhur mes vajzave, por urojmë me zemër që loja të bëhet në kuadër të lojës, nuk ka nevojë që ta marrin kaq personale. Zarfat e zi janë të bukura në Big Brother, sido që tjetë, domethënë, kanë emocionin e tyre. Tani banorët aty do luftojnë, banorët aty do luajnë, banorët aty do përdorin të gjitha format e mundshme për të kapur prajmin, për ta nxjerrë njëri tjetrin me zarf zi, edhe pse domethënë Greta e thonte gjatë gjithë kohës që në këtë shtëpi duhet të tjetër zarf të zi për ta nxjerrë Inën.